Po ashtu e kemi hapësinën tjetër e cila poligoni për autoshkollë që shfrytëzohet tek stacioni i autobusëve, edhe ai do të bartet në këtë zonë këtu, dhe e katërta që përdoret kjo gjatë javës kur nuk është treg, përdoret për park and ride, pra me parku edhe me udhëtu, pra si pjesë e procesit tonë të transformimit edhe të mobilitetit në kryeqytet, ku të gjithë udhëtarët që vinë prej zonave të Llapit apo prej gjitha zonave të fshatrave të kësaj ane munden me u parku këtu edhe me shfrytëzu transportin urban, pra pa pare, pa pagesë, pra ajo pagesa e cila përdoret për parking transformohet në kartel ditore, pra për shfrytëzim të trafikut urban. Para 2 dite erdh dokumenti ose vendimi i përcaktimit të zonës të kontrollume, pra të kufizume për monumente. Çka do me thonë kjo? Do me thonë që çdo gjë që unë kam thonë tash 3 vjet, që të gjitha blokadat, të gjitha sabotazhat që kanë qenë të jashtëligjshme, vetëm se është konfirmu para 2 dite. Pra sepse ky vendim që është marrë para 2 dite tregon që nuk ka pas asnjë vendim të tillë para 2 dite. Ne normal që do të ballafaqohemi me gjitha këto vendime të jashtëligjshme, do t'i luftojmë sepse krejt çka ne po dojmë me bo është një transformim i mirëfillt për qytetarët tonë.